Policia e Tiranës publikoi planin e masave për protestën e 18 shkurtit të Partisë Demokratike. Në njoftimin për mediat, Blut thonë se marshimi i protestës fillon në orën 12 në bulevardin Dëshmorët e Kombit në afërsi të Ministrisë së Ekonomisë dhe do të mbyllet në orën 16 tek Kryeministria, ndonse burimet e Euronews kanë konfirmuar se Partia Demokratike nuk kishte përcaktuar një orar për përfundimin e saj. Për shkak të lëvizjes së protestuesve do të ketë edhe bllokim të pjesëshëm të rrugëve, por edhe kryqëzimeve. Kufizimi fillon në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku nuk do të lejohet parkimi apo lëvizja në kryqëzimin me bulevardin Jeanne d'Arc, si dhe me bulevardin Bayram Turi. Parkimi nuk do të lejohet nga kryqëzimi i rrugës Myslim Shyri me bulevardin Dëshmorët e Kombit deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Kombit me rrugën Ismail Qemali. Për sa i përket zonës së kryeministrisë, mësuesit do të angazhohen rreth 1000 polic, ndërsa kordoni i parë do të jetë ai i njëjtë si protestave të fundit me efektiv femra. Ndërkohë, mësuesit për të garantuar rendin dhe sigurinë e gjithë policia e kryeqytetit do të jetë në gatishmëri të përforcuar. Në ndihmë të rendit do të vinë dhe forcat të ndërhyrjes së shpejtë dhe ato të Reneas, ndërsa pritet të ketë dhe efektiv të rretheve, kryesisht atyre drejtorive që janë afër kryeqytetit. Policia i kërkon organizatorëve bashkëpunim për mbarvajtjen e protestës dhe mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve gjatë gjithë kohës së zhvillimit të saj.